zgjedhore. Ata janë juristë, besnik të ligj dhe të kushtetutës. Pse në narkoshtetin shqiptar ka kryeministër, kryetar organizata kriminale që s'përfil ligja as kushtetut, s'përfil ligja as kushtetut si që është Edi Rama, që në një akt të pashembullt shkelmoj kushtetutën dhe ligjet vetëm e vetëm për të varrosur përfundimisht politikisht Erion Velin, politikisht, ka një njeri hipokrit për të mos i thanë dhe më shumë, po unë s'do të prishgojnë time, i cili bëri një skenar që unë ja unëzora këtu para jush para se të shpalosej, si që një dishmitar, unë ju thash, se po përdorin, në kohë kur akoma nuk kishte dërguar, po përdorin këte platformë antikushtetuese, thellësisht antikushtetuese, dhe njerë, për çdo njeri që i thot shtetit shtet dhe kushtetutës kushtetut. Neri 115 i kushtetutës nuk len asnjë lloj hapësire. Po kur ka një kryeministër që edhe atje në Biruc ku është ka frikë Erion Velin, ka të merr nga Erion Velia, dhe i lejon vetës të bëj gjithçka të shkel çdo lloj ligji për të larguar në kundërshtim me, më falni, po a nuk ishte sa muaj ndajti kryetari i bashkisë Tropojës në arrest shtëpie? Mbi 10 muaj. Mbi 10 muaj. Mos mendoni se unë po qaj hall në Erion Veliz. Jo. Ne votuam, kemi kërkuar të parë, votuam, do votojmë për largimin e tij, për groposjen e tij etj për politikë, natyrisht. Por ne nuk jemi kur dakord për dhunimin e kushtetutës dhe ligjeve. Pse Shqipëria ka një president peng, të marrë peng nga aferat korruptive që ka me kryeministrin, me Gjirin e Lemonit dhe me pronat tjera të ushtrisë, që ka shkel ligj dhe kushtetut duke firmos. Kjo nuk do thotë që ne të pajtohemi. Dhe tani, hajde gjuhët ju. Hajde gjuhët. Njëri thoshte, më tha Stafi. Pa lexoni pak, në qoftë se gjerin historinë e botës një president që të fshihet për dekretin antikushtetues pas Stafit. Stafi në qoftë se thot një akt antikushtetues, pushohet në vend nga puna. I thot shko, këtu është kushtetuta. Po Stafi edhe po ta tha, s'ta imponon dot. Se ky del, ky hiqi do u thot tani se e ka kuptuar krimin që ka kryer, e thot mua më shtyri Stafi. Çfarë shtyri Stafi ty? Cili staf të shtyri ti? Kurse ai tjetri citon një ish bashkëpunëtor timin, dhe unë ja u them ju këtu, Edi Rama është një mashtrues ordiner, vulgar. Ilir Osmani është karkuar nga Sali Berisha për korrupsion. Cile ka qenë ngjarja? Ja u them unë. Ngjarja ka qenë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Dashamir Maçi,
kishte hap një tender. I vllai ministrit i shkon drejtorit dhe i kërkon tenderin. Nuk ishin standardet e Edi Rams, as Lubis. Ishin standardet e Sali Berisha. A i thot pa, ik tani, edhe mos u duk këtu, se nuk ke punë ti. I e vllau i ministrit, nuk mund të vish këtu për tenderin. I vllau i ministrit e kërcënon drejtorin e përgjithshëm. Se do të pësosh këte dhate, mençurisht ai e regjistron. Mençurisht, Dashabir Maçi regjistroi kërcënimin dhe e solli në zyrë tek unë. Kur Ilir Usmajli në vend që të kritikon të vllau dhe të mante qëllim në i vllau, çfarë bëri? Në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin, shkarkon drejtorin e përgjithshëm të burgjeve në një kohë kur nuk ishte nomenklaturë e ishte e kryeministrit. Në mos e këshillit ministrave fare, ose kryeministri ose këshilli i ministrave. Ministria kishte vetëm propozimin. I them, se më duhet nisesha jashtë, sa po të kthehem do ta trajtojmë. Dhe unë këtu, ky kishte bërë shkarkimin. Tani, prisni një minutë. Në qoftë se ishte për të qëndruar ndaj korrupsionit, ministri duhet lavdronte drejtorin për qëndrimin që mbajti ndaj vllaut të tij. Që i tha, jo, s'ke punë ti këtu me tenderin, të fund ke me tenderin. Po ministri mbajti anën e vllaut, çfarë do thotë se mund të kishte interesa, dhe shkarkoi drejtorin. Dhe unë shkarkova ministrin. Absolutisht. I thash, me këtë që ke bërë, do të largohesh. Do bëj largimin, pruri një, shkoj zyrë, solli një shkresë dorëheqje, dhe kjo është gjithë puna, po historia është kjo. Po, ta lam të histori, personi që i referohet e diravat, e dhe shkë, shko shifni pak kasin. Kjo është këshilltari i presidentit, kjo jurist gjoja, këshilltari i presidentit, të cilin ligji e ndalon të kryej, nuk e lejon të kryej asnjë detyrë tjetër. Asnjë detyrë tjetër. Shkon dhe merr detyrën e kryetarit kasit një pagesë tjetër si shërbëtori Edi Rams. Ja, ky është juristi. Ky është stafi. Po këta janë një lloj të gjithë. Sa këta përndaj gjë njëri tjetrin. Kjo është e vërteta. Pra, ata do respektojnë kushtetutën. Sepse avokatit e Erion Velis, me sa di unë, dekretin e Bajram Begos, e presidentit, e kanë quën gjykatë kushtetuese përsëri. E kanë quën. Është një drejtë e tyre. Dhe sigurisht çdo jurist nuk mund bën as Rusmail, as Bajram, as Edi Ram, të qëndrojnë ligjit. Ligji kërkon që të pritet vendimi i gjykatës. Kjo është e gjitha. Me qenë